avokat kryesisht këtë nxjerrësh për jashtë. Ai është avokat i zgjedhur. Tani, duke e marrë këtë rast, është fenomen kjo gjë apo vetëm në Elbasan? Shpjegoj që ekziston goxha, po themi kjo lloj supremacie e prokurorit në sallën e gjyqit është evidente. Dhe ju si përballen me këtë supremaci? Po tani si përballen, ka shumë duke u përshtatur shqiptar që po them që në rasti konkret edhe unë kam pas debate me prokurorin, pafundësisht. Po, nuk të ka thënë njëri gjë të po nuk ka shkuar deri këtu te burgu jo. Duke ruajtur etikën do ta kundërshtosh. Ndoshta të lutem. Nëse ne shkojmë në gjykat që të nuk mbrojnë klientin, dua t'ju komplementoj në këtë moment. Ndoshta ka ndikuar dhe prania juaj në media, që bëhet një lloj faktori frenues. Edhe pa që në media dhe duhet bëj me integritetin që ka avokat. Dakor, po duhet ju t'ju them unë kush është. Shumë herë mund të ndodh fakti, sepse disa herë për ta pasur atë respektin e profesionit, do duhet edhe vetë avokatët të kontribojmë për të. Nëse ti, pra, tu tek ne gjithmonë avokati është pasi figurë sekse. E dorës dytë, po thua. Sekse. Si tip zari, kështu? Ja, kështu, se vjen mbrapa. Dhe shumë avokat në thojza të paaft nuk bëjnë asgjë tjetër vetë se kërkojnë, mundohen që ta mbajnë mirë me prokurorin, me prokuroren. Një çështje, marrojmë këtë, të bëjmë tjetër. Kur në fakt, problemi është që do duhet të ketë një mbrojtje efektive për klientin e tij. Tu kthehemi te dinjiteti pastaj. Thjesht ka bërë, sepse shiko, ka dhe hyn dhe pjesa emocionale, po ju them, po ja them realisht. Unë kur shikoj një kërkesë të një prokurori apo prokurore për një masë ekstreme arrest në burg, me thënë të drejtën, kur shikoj që nuk janë kriteret për caktimin e kësaj mase sigurimi, në mënyrë absolute që ti është dhe pjesë emocionale, nuk është vetëm qoftë edhe egos profesionale. Që do duhet, sepse ti mbron klientin, dhe do duhet ta bësh me të gjitha mënyrat, por ama brenda kufive të ligjit. Endri, shumë shkurt se jemi në 5 minutat e fundit. Nëse kishe ndonjë pyetje, duket përrisht vetë se unë doja t'i falenderoj avokatërit, sepse janë e vetmja shtresë, nëse mund ta quaj të tillë, që pak mediatikisht është e pranishme. Dhe unë nuk arrit të kuptoj si asnjë gjyqtar nuk vjen në studio kur vritet një kolegu i tyre. Nuk arrit të kuptoj prokurorët jo për çështje caktuara, por për problemet që kanë. Asnjë antar i KLP-s nuk vjen në studio. S'ka arsye, një pjesë e mirë s'kan fare as lidhje me dosje caktuara, një pjesë e mirë janë pjesa akademike, gjoja, asnjë nuk vjen në studio. Dhe kjo është tmerrsisht e rëndë për ta. Dhe ne kemi mbetur fatmirësisht te avokatët që në një farë mënyrë po tregojnë që janë komuniteti i vetëm lëvizës në këtë sistem drejtësie. Që kjo tregon dhe njëherë që nuk duhet shkolla magjistraturës, domethënë. Pse? U kapet aty s'heq dorë nga ajo. Jo, shikojnë çik. Në Shqipëri nuk është vetëm tani kjo lidhje e ngushtë midis avokatëve dhe gjykatës. Ka që në kohën e Enverit, domethënë gjithmonë kjo lidhje e ngushtë midis prokurorit edhe e gjyqtarit ka që në kohën e Enverit, kurse avokati është parë gjithmonë me sy tjetër. Si armik, po. Edhe ka ardhur dhe nga mënyra se si ne konceptojmë pushtetin. Për shembull, prokurori thotë ta arrestoj. Dhe në mendjen e individit poshtë krijohet ajo figura, ai pushteti që ka ai që të fusin në burg. Ka në dorë të të fusë brenda. Pra, ka në dorë të të fusë brenda. Dhe ti krijon dhe të jep hije, të jep atë aureolën, të cilën shumë gjyqtar e ndjejnë. Pra e kanë këtë. Sepse edhe gjyqtarët ecin me të njëjtën aureol. Jam unë ai që vendos do jesh në burg apo s'do jesh në burg. Dhe kur e ndjen vetëm me këtë pushtet, fillon ndonjëherë domethënë e ndjen edhe tjetrin si të barabartë, pra prokurorin e ndjen të afërt. Ndërkohë që avokati, i cili nuk është ai që do që të fusin në burg, avokati është ai që do të shpëtojë nga burgu. Pra nuk është se ka atë pushtetin as të fusi brenda as të mbajë brenda, po ka një përpjekje për të nxjerrur në këtë situatë, shihet me sy tjetër. Dhe kjo si thua, kjo sintoni që është atyre, jo vetëm që është e trashëguar, po vazhdon akoma dhe më tepër në fakti shkollës magjistraturës, që të dy bashkë bëjnë po të njëjtën shkollë. Njerëzit shkojnë bashkë në të njëjtën shkollë, edhe gjykatësit dhe prokurorët. Dhe kur shkojnë pastaj janë po prapë si dy mish që kanë bërë shkollën bashkë. Në krahasim me një person i cili ka bërë. Dhe fakti që avokaturën, shumica atyre që janë avokatë sot. Këta shkojnë te shkolla e magjistraturës. Jo, po nuk shkojnë te shkolla e magjistraturës, kanë bërë provimin. Shumë interesant. Jam dakord. Janë veçma se janë shkëputur nga kjo kastë, e kupton? Pra kasta e prokurorëve gjyqtarëve. Dhe jo vetëm janë shkëputur nga kjo kastë, po shikoni, janë shkëputur nga kjo kastë dhe avokatët kanë kritere morale më të larta
në kuptimin që i dalin përballë situatës dhe mbajnë një qëndrim publik, po dhe profesionale. Pra, ajo shkolla e famshme e magjistraturës është një mekanizëm për të krijuar një kast e cila të dominon sistemin. Në sallë. Faleminderit Tafani, shumë shkurt 30 sekonda avokat. Avokati parashikohet si subjekti i procedimit penal në nenin 48 kodit procedurës penale. Avokatët në territorin e Republikës së Shqipërisë kanë dinjitetin e tyre, avokatët nuk janë sekser, avokatët nuk duhen trajtu si zara, ose si të thëmë ty si... Tani, mes neshtu se ka kaluar periuda kur ke qenë prokuror, ke shtrajtuar ndonjë avokat? Absolutisht dali një thot. Asnjë. Avokati ka drejtat njifet me aktet, një prokuror që më qef faktet dhe e më qef dosjen ka frikë nga... Po si ma shpjegon sot që, se më thoshte një miku im avokat koleg, që kërkoj, kam disa raste që kërkoj nga prokurorët hetimin 2 mujor çfarë ke bërë dhe asnjë s'ma jep. Ajo është lidhe me masat e sigurimit, po? Pra që informohet gjykata. Pse nuk e jep prokurori avokat? Ato nuk funksionojnë. Ato nuk as në kohën që ke qenë ti. Nuk funksionon për shkak të ngarkesës punës. Ajo nuk funksionon. Por kur është çështja është parashikuar në kodin e procedurës penale. Në 246 që çdo 2 muaj gjykata informohet kur jemi mas sigurimi arrest në burg, sepse mund të jemi para rastit të zëvendësimit masës. Okej. Se kjo është ideja pra. E qartë. Dinamika e... Mirë, Meçaj, për ta mbyllur 30 sekonda? Edhe një diçka, arresti avokatit ka qenë i palishëm, pasi vetë prokuroria e ka konstatuar tillë. Po. Dhe është rrequr. Ka dalë policia gjyqësore para prokurorit, pra edhe kjo një gjë... Ka dalë bishti para separit. Sui generis edhe kjo pjesa. Faleminderit zoti Karanxha, Meçaj, një batut fundit? Se ka mbaru kohën, mos më buzëqesh, se di unë që po fillove ti do vazhdosh gjatë. Kështu që edhe një herë për ta mbyllur me një fjali, jemi më mirë sot apo dje me përsa i përket drejtësisë? Prokurori, mbasi konsumoi afatin ligjor të ndjekjes së një çështje, ju drejtoi gjykatës dhe i tha nuk mjaftoi koha, dua përsëri kohë. Mbeti gjykata, ankimimi i palës ishte mërzotëri. Në këtë 3 muaj që i pse 3 muaj ka që nuk e di sa është bërë tani, është bërë një vit sa është bërë tani se këtë afatin kohorës po e marr veç fillimisht. Deri 2 vite është. Kalimi i afatit. Është momenti i parë. Po përpara ishte fiks 3 muaj. Dhe për 3 muaj duhet drejtoi gjykatja për të kërkuar kohë. Dhe i thotë mërzotëri, flitej për aksident automobilistik, aksident automobilistik. Dhe i thotë 3 muaj, çfarë ke bërë ti? Në dosjen e çështjes nuk kishte asnjë akt procedurale prokurorit. Dhe i the zotëri se është punë ngarkesë që do të vini. Por zotëri, tani pse e ka pa këtë rast? Ka një fenomen të çuditshëm, ka gjyqtarë të cilët e mbarojnë çështjen në kohë rekord. Janë njerëzit më të ndershëm gjykat. Ka gjyqtarë të cilët i zvaritin çështjet në mënyrë subjektive. Këta janë gjobvënës. Dhe kjo është e konstatueshme lehtë. Ta mbyllim me këtë